Kreu i SPAK-ut Altin Dumani është takuar me kryeprokurorin e zyrës së prokurorit kombëtar të Holandës, John Lucas, gjatë një vizite në Holandë. Ambasada holandeze në Tiranë ka zbardhur detaj nga takimi ku në fokus të diskutimeve mësohet se ka qenë lufta kundër trafikut të lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave. Trafiku organizuar i drogës dhe pastrimi i paligjshëm i parave nuk ndalon në kufi as nga qasja e Holandës për të luftuar këtë çështje. Nga data 25 deri më 28 mars, Holanda po pret një konferencë të rëndësishme ku marrin pjesë prokurorë kryesor nga Europa, Amerika Latine dhe Afrika Perëndimore, së bashku me aktorë të tjerë. Aktiviteti u hap nga ministri i sigurisë dhe drejtësisë i Holandës, David van Wel. Konferenca synon të forcojë dhe koordinojë përpjekjet tona të përbashkëta në luftën kundër krimit organizuar serioz dhe të ndaj perspektivat e përbashkëta. Prokuroria holandeze është krenare që ka mirëpritur në këtë aktivitet të veçantë në emër të Shqipërisë Altin Dumani, drejtuesi i strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, thotë në njoftimin e shpërndar nga ambasada e Holandës.